Sam Altman ka qenë Y Combinator, edhe kur ka fillu me dhezë OpenAI, ai ka qitë CEO-n edhe ka hi vet. A nuk është që ai ka kriju ato, ai ka investu për $100 milion të Y Combinator në plot startupa. CTO në OpenAI ka qenë Mira. Na e kemi një superstar, një me ajo ka punu qatë dritim, ai një me ka bo qatë sen. Edhe pse AI komuniteti nuk po kanë qef me push LLMs si solution për AI, për shkak që ki tepër nevojë për data center për training. Këtu po bjen ndesh manej edhe problemi i OpenAI që ka nevojë për data centers për me mujt me train models. Anën tjetër, Elon Musk ka bua ato Colossal që ka një super computer të madh, disa hektar, me ato e ka train më shumë, e tash janë të ushty kush e ka data center më të madh. Problemi këtu çka është tash që public AI, OpenAI, Cloud e tjera, ku ti punon aty, ata e kanë këtë dhënë. Bashkëpunëtoj ku më shkruajt edhe një article në LinkedIn, kanë kriju një kill zone. Për startup është kill zone. Ma herët, servera, do me thonë si AWS-ja e këta, e kanë pas një falloj hapësire ku startupat që kanë kriju automatizime ose mënyra ndryshme me menaxhu servera, me menaxhu software. Këta i kanë pa cila ato trend, edhe vetëm e kanë integru, e kanë kriju të vetën. Edhe faktisht ka qenë qesi kill zone. Çfarë do startupi që ka hi mrena që di kill zone, ata e kanë automatizu. Tash e njëjta auto ndodh me çdo public AIs. Kushdo që të kriju diçka aty, si e shohin që është një trend në për shembull në programim ose me naj industri tjetër, thjesht vetëm e absorbojnë edhe për çato që shumë features të reja të dalë. Pra është një kill zone i ri, zgjidhja është instalim i private AI ose open source LLMs që e ka bo Facebook, ishtë është prapë me një po hina në Facebook. Kër instalon një private LLM, e instalon me një VPS, me një virtual private server, ose me një server tondin, dhonënat nuk dalin jashtë. Pra do me thonë ti kini komunikim direkt me LLM-in që aty për që aty edhe nuk dalin jashtë. Që tonë momentalisht jem të implementu në për biznisa,